Edhe pse sezoni peshkimi në liçenin e Ohrit vjen të mbetet I bllokuar deri në 1 mars, 2 javët e fundit kanë shënuar një shtim të ndjeshëm të species së koranit. Nga vëzhgimet e kamerës së televizionit Sot 7 është konstatuar një bum I pranishëm I species së koranit, I cili është afruar në numër të madh pranë bregut të liçenit të Ohrit në zonën e Pogradecit. Sipas specialistëve të peshkimit, gjatë këtij sezoni lejohen të qarkullojnë për aktivitet peshkimi vetëm 60 peshkatarë në kuadër të masave për mbrojtjen e faunës ujore. Deri tani jemi në fazën diku tek 70% të sasitë të vezëve të grumbulluar. Këtë vit do grumbullohen 220 kg vezë koranit të fekonduara, të cilat do shtrohen në inkubator në fshatin Lin të Pogradecit për të shumuar për të nxjerrë rasat korani, I cili gjatë vitit do të lëshohet në liçen. Janë të angazhuar 60 peshkatarë, antarë të organizatës së menaxhimit peshkimit Pogradec. Peshkatarët janë peshkatarë profesionistë, të cilët punojnë për këtë periudhë vetëm për grumbullimin e vezëve të koranit për inkubim. Një organizatë që kemi antarët tanë që peshkojnë, edhe neve e peshkojmë peshkun, domethënë e kapim, por veç kësaj edhe e popullojmë. Domethënë që e shfrytëzojmë, por edhe e ndihmojmë liçenin për tu shumuar. Kjo është një ndihmë shumë e madhe që I bëhet liçenit tonë, sepse pothuajse çdo vit, këto vitet e fundit, po hitet diku tek 1.100.000 deri në 2 milion rasat korani, domethënë rasat I mirë korani, I cili në bazë të studimeve apo rezultateve që janë tani, duket që është në shtesë edhe ai rasat mbi jeton në liçen. Mbahen diku 1.000 familje, mund të themi. Plus I ka pjesa tjetër sepse neve jemi qytet I cili mbahet me turizëm, edhe pa koranin, pa peshkimin, do të kemi një turizëm të vakët, sepse njerëzit kur vinë në Pogradec kërkojnë koran. Shtimi I rasatit të koranit ka sjell edhe ulje të çmimit në treg. Specialistët theksojnë se ky fenomen është I sinkronizuar me kushtet natyrore dhe ciklin biologjik të species.